shumë në wow! Koka floka. Po. Si lindi koka floka? Një nga koka dhe nga flokët? Një loj fjalësh në Shqip, do të thënë kok, flok, dhe kam ndryshuar pak që t'jetë më internacionale. Pra koka floka nisi si nevoja jote, mbasi të dëmtuan flokët nga një dekolorim shumë agresiv që bëre? Kur vura extensions, jo vetëm që ishin të këputur nga bjondja, por edhe më hiknin flokët. Nëse zgjedh dhe vendos 200 gram flok, sa do më kushtonte shërbimi këtu në zyri tek sallonet? 1580 franga. Pesha e këtij floku nuk dëmton rënjën e flokut tim që të bien të këputen? Aq më shumë rënda që të bëjnë, aq më mirë është për flokun tonë. Çfarë është për ty një girl boss? Për mua është një vajzë që ka mbështetur suksesin mbi dijen. Cila është këshilla më e bukur që të ka thënë babai që e ke si themin e vath në vesh, që të kujtohet gjithmonë dhe thua tani ai do ishte krenar se unë ja çova deri në fund me rakun. Ai më thoshte gjithmonë, Ani mos harro kur nga ke ardhur. Delusion në romantik, çfarë do thotë për ty në fakt? Do më thënë që jam romantike ashtu si që shef në për filma. Po në fakt filmi jetës tënde po ndodh. Absolutisht. Dhe jeta jote ka qenë një film. Tonë është një film real. Beson të teoria e soulmate-it? Po, natyrisht, po. Sepse ne pa folur e kemi njoftur njëri tjetrin edhe pa ditur shumë nga njëri tjetri, kemi ditur gjithçka, prap se prap. Do të thënë, ishte shumë speciale dhe mund të jetë vetëm soulmate, s'mund të jetë gjë tjetër. Vështirësia më e madhe që ke pasur ti në rrugtimin tënd për ta bërë koka flokën të mundur këtu? Fillimi ka qenë i vështirë sepse metodën nuk e njihnin, duhet t'jepnim shumë informacion derisa ta kuptonin çfarë metode kemi. Si e ballavaquar me xhelozin ti për shembull? Çfarë ke hasur? Nuk mendoj që jam e vetmja, gjithë i kanë këtë njëjtat probleme kur sjellin diçka inovative. Dhe në fundit prap se prap ne jemi origjinali. Gjithçka mund kopjohet po vizioni jo, kështu që gjithçka është tek koka floka jote këtu. Këtë s'ta vjen njeri dot. Flokët këto, po atë që është nën flok nuk ta vjedhin dot, nuk ta huazon. Ndodhem në Zyri, jemi në vigjilje të Krishtlindjeve, ky qytet metropolitan shumë i bukur ku ndan jetën profesionale dhe jetën personale Ani Kapo. E ftuara e radhës në këtë episod të Meet the Founder, vajza nga Durrësi e cila erdhi këtu në Zyri në moshën 10 vjeçare me këmbgulin e babait, i cili donte patjetër që shkollimi i saj të ndodhte në Zvicër, në një nga shtetet me më shumë standard në të gjitha drejtimet në Europë, si në drejtim të edukimit, mjekësisë, të stilit jetesës dhe kështu prej gati 30 vitesh Ani jeton këtu, punon këtu dhe ka ndërtuar biznesin e saj në industrinë e bukurisë dhe dëshiron ta diversifikojë në 2 sipërmarrje të reja për të cilat do na flasi pasi ta takojmë. Unë jam këtu dhe po shijoj dritat e festave, ju do më ndiqni në këtë rrugtim në episodin e radhës. Alegri e madhe këtu. Po. Kisha qenë asnjëherë në Zyri në një Christmas market. Guten Tag, schöne Frau. Të thash që do të gjeja këtu në Zyri, si e bukurosha, mirë? Guten Tag. Po di pak gjermanisht, kam bërë 6 muaj kurs. Po. Sa mirë, bravo. Ka qenë një ide kur isha në gjimnaz se do bëja studimet në Gjermani, s'është më ta mendje, po nuk e bëra asnjëherë. Sa bukur që nga këto? Koka floka. Po. Si lindi koka floka, një nga koka dhe nga flokët? Një loj fjalësh në Shqip, do të thënë kok, flok,
dhe kam ndryshuar pak që t'jetë më internacionale, që t'jetë një loj fjallësh dhe prandaj doli Coca Floka. Han bukti? Han? Apo vetëm brokoli dhe spinaqi? Unë ha, edhe e di si e ha bukën, sepse e bëj gjithmonë vetë. Do me thënë, ma ka dhënë mami recetën, edhe nuk ha bukë të blerë, çdo 2-3 ditë bëj bukë vetë në shtëpi, edhe ditë për ditë ha bukë, po nga që e bëj vetë nuk të shëndosh. Se i zgjedh ato për bërësit. Duhet ta jap recetën, po. Shumë bukur. Është me vërtet shumë recete mirë edhe mundesh. Rri me taka gjithmonë? Shumë. Sa bukur me taka. Që ashtu ndihesh mirë, më jep të vetëdjerë? Shumë mirë. Më thej që cilësia e produktit e lëndës parë që është floku natyral është një cilësi e përsosur produktit? Do me thënë, kjo metodë është të marrë tani tamam ca bjonde, nga që edhe ti e bjonde. Kam kërkuar dhe gjeta një metodë në Amerikë që bëhet me wefts. Çfarë janë wefts? Këto janë wefts. Do me thënë, kjo bëhet, por janë wefts speciale, sepse këto bëhen një flok me do me thënë, me dorë. Është si flok i qepur, o? Tamam, flok i qepur një kordon të hollë, dhe ky qepet me flokun ton. Po, dhe për shembull për të bërë tani, këto janë 200 gram flok, ju duhen gati një javë punë, sepse, do me thënë, merret fije me fije, edhe bëhet me dorë, si një weft. Që të bëhet kaq e hollë. E shoh. Kjo është e rëndësishmja që t'jetë aq e hollë që mos tjetë as e rënd për flokun tënd, që mos tjetë aq tepër e dëndur aty sipër. Kaq doja unë theti, 200 flok më duhesh, 200 gram, kaq më duaj. Besoj që ndoshta të duhet edhe më shumë, po ngjyra do duhej ndryshe që të shkon, sepse këto janë tani një çik shumë bjonde. U bëra me flok të gjatë. Ku e merrni produktin lëndën e parë? Në Rusi. Nëse unë vi që të bëj extensionat e mi këtu tek juve, kam ngjyrën e flokut këtu, e trajtoni ju dhe arrini tek tonalitetin ngjyrës apo e porosisni që kur e merrni në bazë atje në Rusi? Varet. Do me thënë, ne porosisim shumë ngjyra të ndryshme, po ka gjithmonë ka aq shumë ngjyra sa mund të ndodhi që ti për shembull, tamam këtë ngjyrë që e ke, nuk është këtu, atëherë i ngjyrosim që të bëhet 1 me 1. Pra Coca Floka nisi si nevoja jote, mbasi të dëmtuan flokët nga një dekolorim shumë agresiv që bëre, i bëre nga kafe, i bëre bjonde dhe të këputën flokët. Më këputën dhe pastaj vura extensions që ndërkohë më rriteshin. Dhe kur vura extensions, jo vetëm që ishin të këputur nga bjondja, por edhe më hiknin flokët. Metodat kryesore klasike në sallonet e Europës sot, cilat janë për të vendosur extension, ato për cilat ti nuk je pro, nuk je dakord, dhe ke shpikur metodën e Coca Flokës? Bondings, për shembull. Bonding cili është? Ato të voglat që bëhen me ngjitse dhe do me thënë këtu i quajnë bondings, me fije, pastaj ke tapes, ke edhe clip-ins që mendohet që është okej për flokun, por prapse ajo klip që është që e mbyll aty tek flokët edhe ajo i dëmton shumë flok nëse i përdor ditë për ditë. Dhe kjo metodë është e vetmja nga që këto wefts janë shumë fine dhe mund ta bëjmë ndarjen e grameve shumë mirë, nuk i bën asgjë flokëve, do me thënë flokët mund të rriten normalisht. Ndrohen një herë në sa kohë? Kur rritet floku? Varet sa shpejt rritet floku. Ka mundësi që mbas 6 javësh duhet ta vëm prapë sipër sepse t'janë rritur. Ka mundësi që për shembull mbas 8 javësh, ne themi 6 deri në 8 javë, ka edhe kliente që i mbajnë 2 muaj e gjysmë, aty varet se sa shpejt rritet edhe floku jot. Ti ke flok të vendosur tani apo jo? Coca Floka në flok të tu shkëlqen. Të shoh ato fotot në Instagram, o Ani, ato flok të tua, o zot sa bukur që dukesh. Kur i lan të bezdisin jo, kur vjen në plazh, kur je në det. Shife, një kapsë të vogël ta kesh edhe ta mbash gjithmonë të bezdis. Edhe dikur pastaj mësohesh. Do me thënë, ajo natyrisht që ti ke diçka të re që nuk e ke pasur më përpara. Do me thënë, duhet mësohesh, por mund t'i lash flokët normalisht, siç i lan edhe flokët e tua, mund të shkosh në det siç do. Natyrisht duhet gjithmonë edhe pak të kesh kujdes, për shembull në pishinë me klor, sidomos me ngjyrat bjonde, ngjyra mund të ndryshoj, siç ndryshon edhe ngjyra e flokëve ton. Besoj
maksimumi pas një javë, 10 ditësh je komplet e mësuar me extensions edhe nuk e ke pastaj problem. Nëse zgjedh të vendos 200 gram flok, sa do më kushtonte shërbimi këtu në Zyri tek salloni yt? 1510 franga. Sa mund të zgjasë rezistenca e këtij floku, ti investon një herë dhe e përdor sa herë? Varet se si Nëse e mirëmban gjithmonë. Nëse e mirëmban, 1-2 flokët, 1-2 vjet, sidomos flokët kafe që as nuk janë bërë asnjëherë bjonde, kemi pasur shumë kliente që i kanë pasur edhe deri në 3 vjet. Këtu shifet se si duket weft nga brenda. Kjo është qepur në një metodë sandwich, do me thënë edhe nga sipër, edhe nga poshtë, nuk shifet. Është shumë clean. Do me thëmë, po ta qoj unë tani flokun këshu, nuk është një gjë e shëmtuar që se si duket nga brenda, do me thënë është e bërë shumë pastër. Quanti strati abbiamo messo qua in questa testa? In questa testa sono esattamente 3 extension, sono 3 rows e all'interno di questa ci sono solo 2 extension, 2 pezzi di extension, di dresser. Do me thënë këto janë flokët e mi potencial, 250 gram thua. Këto janë 200 gram, ty do të duareshin 250 gram, sepse edhe ti shumë kliente mendojnë që kanë shumë pak flok, sepse nuk e di nga e kanë atë mendim që unë kam kaq pak flokë dhe kur vini kanë flokët me vërtet shumë të bukura. Edhe ti, domethënë, i ke flokët shumë të bukura, i ke të dëndura dhe ne duhet të vëmë pak më shumë extensions në mënyrë që kemi mundësinë edhe të bëjmë prerjen e bukur, edhe mos t'i presim flokët tua, është e rëndësishme. Pesha e këtij floku nuk dëmton rënien e flokut tim që të bien të këputen? Floku i holl floku im për shembull. Po, sepse bëjmë ato ndarjet. Domethënë, aq më shumë rënde që të bëjmë, aq më mirë është për flokun tënd. Ashtu, ha? Do me thënë, 3 shtresa dhe unë dhe bëjmë njëri me flok të plot. Kur i heq pastaj, asnjë dëmtim? Asnjë dëmtim. Kjo është garancia. Duhet ta bëjmë provë me ty. Duhet ta kisha bërë provë, 1-2 muaj të paktën ta shijoja këtë gjë. Po, edhe pastaj që të vije prapë dhe ti shihnim flokët. Këto produktet që i kemi branduar Coca Floka janë vaj, tham, ushqyes dhe shampo të mirëmbajtjes? Po, prodhimi bëhet në Gjermani dhe kjo, sidomos vaj, shumë ushqyes për flokët edhe për extensions, për të dyja. Provoje. Sa era mirë? Shumë era mirë. Po pra tamam si baby powder. Ti vë vetëm majave unë pak tani? Nuk mi ndyros më kë? Jo. Do ma përshkruar si është një ditë e jotja e zakonshme pune? Kur zgjohesh, çfarë rutine ndjek? Sa je prezente këtu fizikisht? Unë zgjohem gjithmonë nga ora 7, nga njëherë mund të ndodhi që zgjohem edhe në orën 7:30. Pastaj gjëja e parë është që shoh emailët, shoh gjitha mesazhet që shkruajnë klientët ose që më duhen për të bërë porositë, gjitha këto gjërat. E ke dhënë diku franshizë këtë metodë? Ta kanë kërkuar? Kërkuar disa herë, po aty unë jam shumë e kujdesshme. Nëse bëj diçka ta bëj tamam, ta mendoj mirë, tjetë edhe partneri franshizës tjetë, do me thënë, diçka që shkon me vizionin tim, kështu që aty jam avash edhe më selektive, e kujdesshme. Po. Ja, në Tiranë konsidero klasën make-upin, se kemi dhe në studion tonë të make-upit edhe ta kemi metodën e Coca Flokës dhe ishte shumë bukur. Shkon edhe shumë sepse edhe këtu tamam afër Coca Flokës, do të thënë një derë më afër është një make-up school që 10 vjet dhe në fakt aty ka filluar Coca Floka sepse në fillim filluam shumë thjesht, do të thënë nuk ishte salloni kështu, por filluam po te kjo studio make-up dhe do me thënë ashtu pastaj u bëjmë gjithmonë më ndenj. Shqiptarët që jetojnë në Zvicër besoj e dinë ekzistencën e Coca Flokës, se kemi klient këtu madhomendje apo jo? Po, shumë. Kemi plot klient shqiptar këtu. Tani që do transmetoj dhe Meet the Founder, do mësojnë ata që nuk e kanë ditur, unë nga Instagramit kam njohur ty. Je me idenë që njeriu bën një gjë mirë në jetë apo mund të veshë shumë kapele dhe t'i bëj të gjitha shkëlqyeshëm? Unë mendoj që mund të veshë shumë kapele dhe t'i bëj gjitha shkëlqyeshëm, varet se çfarë njeriu është. Domethënë, ka njerëz që kanë interesa të ndryshme dhe ato interesa i ndjekin me shumë zjarr dhe kur i ndjek
me aq shumë pasion, atëherë natyrisht do dali diçka e bukur. Background yt akademik, ti je shkolluar në 2 universitete, ëh? Atëherë, po, kam bërë gazetarin, e kam mbaruar gazetarin, pastaj kam menduar që do kisha shumë qef, shkoj nga ana e babit, dhe ai e ka pasur shumë dëshirë, ka thënë gjithmonë ti duhet bësh se s'bën avokate, siç janë gjithmonë baballarët. Dhe unë po ashtu e kam pasur këtë dëshirë, do me thënë që kam filluar të bëj juridikun e biznesit dhe ai është tani akoma i hapur, nga që ka ndodhur kjo me 2 firmat që kam qenë shumë e investuar në punë, do me thënë sidomos në fillimet e Coca-Flokas, kam qenë nga të hënën deri të dielën në darkë, vetëm duke punuar, nuk kam pasur. Edhe nëse kam shkuar në një darkë me shoqet, unë kam qenë vetëm telefon duke shkruajtur me klientët, duke bërë çdo gjë që t'jetë perfekte për kokën. Tani, një vitin e fundit e kam vënë kështu që, okej, të paktën të dielën e kam me vërtet pushim. Po edhe aty ndodh që ka mundësi që edhe të dielën prapë se prapë duhet të punoj. Gjitha vajzat që ndrojnë të kenë një biznes të ngjashëm në industrinë e bukurisë, po nuk kanë kapital fillestar. Duan të dinë rrugtimin tënd. Gjithmonë pyetja numër 1 është kur ke një ide ku do gjej parat. Ishte kursime, ishte kredi banke, ishte trashëgimi nga familja, si e gjetë zgjidhjen ti? Alketa, unë kam nisur jo me Coca-Floka, unë kam një kompani tjetër që ekziston akoma në branxhin e sigurimeve dhe të financave, do të thënë kapitali që kam investuar, e kam investuar me të ardhurat që kam pasur nga kompania që kam pas filluar që atëherë me sigurimet edhe me financat. Shumë bukur. Dhe pastaj? Pak nga pak, gur bëhet mur. Eksakt, edhe ja ku jemi sot këtu. Në një kompani që sinon të zgjerohet tani, të pushtoj tregjet e reja. Shpresoj ta fillosh me Tiranën. Zgjerimin e parë. Unë do të frymëzoj. E dua Coca-Flokët dhe salloni klas make-upit, e dua. Edhe unë mendoj që do shkonte shumë, pikërisht sepse kam lindur në Shqipëri, jam shqiptare dhe e dua shumë Tiranën, kam atë ndjenjen për Tiranën shumë të fortë, kështu që do ishte shumë gjë e bukur nëse pikërisht në Tiranë do ishte edhe një Coca-Floka. Çfarë është për ty një girl boss? Për mua është një vajzë që ka mbështetur suksesin mbi dijen. Mbi edukimin, mbi shkollimin. Dhe shkollimin. Ashtu siç jemi rritur ne në Shqipëri, domethënë ashtu jam mësuar që është shumë e rëndësishme baza, themeli, të jetë shumë i fortë dhe ajo ta jep studimi, një shkollë për s'ka rëndësi për çfarë, mund të t'interesoj komplet një gjë tjetër dhe mbas 5 vitesh do dalësh diku tjetër si unë. Unë kam studiuar gazetarinë dhe tani bëj komplet diçka tjetër. Ja vleti që e le gazetarinë dhe ligjet për Coca-Flokën? Po sepse më pëlqen shumë. Domethënë është diçka që unë e dua me vërtet me zemër. E bëj me shumë zjarr, kështu që po, natyrisht nëse do më pyesje tani si e kam imagjinuar unë jetën time kur kam qenë e vogël, do të kisha thënë komplet një gjë ndryshe, siç janë gjithë, okej, do bëhem avokate ose do bëhem gazetare, por dikur lindin interesa të reja ose lind një nevojë e re dhe ti shef që okej, këtu unë dua të bëj diçka të re dhe e ndryshon mendimin. Ajo nuk ka problem, prapë se prapë, ajo baza që ke bërë është shumë e rëndësishme edhe të ndihmon gjithmonë në jetë. Do bëjmë një tur të vogël të zyriut bashkë, se do flasim pak për jetën tënde personale, për emocionet e tua, për filozofinë e suksesit, për edukimin që ke marrë nga mami dhe babi dhe për atë pakës Shqipëri dhe Durrës që ka ngelur tek ti mbas 30 vitesh gati emigrim. Ikim. It's always there. Notes unfold like a rising flame. Every chord remembers your name. Cili është shteti i dytë mbas Zvicrës që e pëlqen shumë që do ishte ideal për ty për të jetuar? Gjeneva ose Lugano. Mund të jetoja edhe aty. Gjitha në Zvicër.
Lucerna. Nuk lëviz nga Zvicra, nuk lëviz, jo. Jo, nuk lëviz. Babi ka pasur të drejtë që Ai e projektoi. ka pasur të drejtë. të ardhmë Tani ja them, do të thënë, do ishte shumë bukur sikur mund t'ja thoja tani, por tani nuk mundem më, sepse s'është më, por ka pasur me vërtet drejtë. E ka ditur përpara se gjithve dhe gjithë thoshin, po pse Zvicra, si ka mundësi, mund shkosh gjithandej, pse tamam aty që është më vështirë se në vendet e tjera. E thoshte jo, Ani do rritet vetëm në Zvicër. Cila është këshilla më e bukur që të ka thënë babai që e ke si themin e vath në vesh, që të kujtohet gjithmonë edhe thua tani ai ishte krenar se unë ja çova deri në fund me Rakun. Ai më thoshte gjithmonë, Ani mos harro kur nga ke ardhur. Dhe unë, kur isha vogël, natyrisht nuk e kuptoja, qa po mendon, mos të harroj që kam ardhur nga Shqipëria, apo se dia. Pastaj dikur e kuptova se çfarë donte të thoshte ai, që mos të harroj kur atë çfarë kam mësuar nga mami, nga babi, nga familja. Through every tear, through every scar, the melody shows where we are. Sa bukur perëndimi i diellit tani këtu që si janë bërë ngjyrat. Ai është liçeni, ëh? Shumë fat edhe me kohën, këtu është liçeni, po, edhe Shumë që bukur. nuk rashi sot. Ishim aty te taraca ta shikojmë atë pamjen e liçenit. Po më hajt një çokoladë. Kam një çokoladë. E ke me vete? E kam E duaj një gjë të ëmbël. Po kam një speciale, i gjeta e kisha në xhep. Janë 5 franksh, floriri, Sa gjë e bukur. edhe këtu në Zvicër gjithmonë i përdorin shumë këto çokoladat. Do ha 5 franga. Zviceranë. Ti për mua, unë për ty, ordra. Pse i bën kaq mirë këto çokolada o zot? Sa të mira? Nuk e di shumë. I hear a glow in the quiet air. Dhe që më the dje që unë jam romantike më shumë se ç'mund ta mendosh, jam delusional romantic. Delusional romantic, çfarë do thot për ty në fakt? Do me thënë që jam romantike ashtu si që shef në për filma, edhe shumë njerëz gjithmonë më thoshin, Ani harroje këtë punë, sepse jeta nuk është si në film, jeta është e vërtet dhe nuk mund t'jetë kështu si në për filma, si që imagjinon ti dashuria. Po në fakt filmi i jetës tënde po ndodh. Absolutisht. Dhe jeta jote ka qenë një film. Po, dhe është prapë se prapë reale, do me thënë është një film real. Do ma tregosh pak si u njohët ju të dy? Po, ne jemi parë, për herë të parë, këtu në Zyri, kur ka qenë një opening e një restoranti, bari, dhe unë në atë moment jam futur në atë restorant dhe ai ka qenë në anën tjetër të restorantit dhe kur fillova të hec, u pam në atë moment edhe të dy e kuptuam që aty ishte diçka shumë speciale dhe ndodhi që Ndodhi kliku, po, ndodhi magjia. pa folur fare. Dhe ti ke shkruar një status ku ke thënë, të pash për të parë, u dashurova me ty dhe të qesha. Dhe ti e dije sepse edhe ti ndjeve të njëjtën gjë. Po, E ke shkruar shumë bukur atë status. Je lumtur tani? shumë. Beneath the song, through every tear, through every Je gati për hapin tjetër, martesën? Besoj që ne të dy, që në atë moment që jemi parë, kemi qenë me njëherë gati për hapjen tjetër, sepse dihej në këtë moshë që jemi njohur, është çdo gjë dhe është për gjithmonë ose është fare. Edhe kështu, edhe ai ka menduar edhe unë ka menduar, kështu që po, jemi gati. Në Shqipëri, kur 37 vjeç je single, thonë të gjitha hallatezet mamaja, nxitosët iku koha, iku treni. Në fakt, ti më the mua dje që unë kam përjetuar në mënyrë shumë të relaksuar jetën edhe kam Absolutisht. thënë, o më e mira, Po. asgjë, do pres deri kur Po. të vi, po ti e dje që diçka do ndodhte Po, në jetën unë tënde. e ndjeja që duhet ndodhte kështu, duhet ishte kështu dhe sidomos falenderoj shumë edhe mamin edhe babin tim që kur nuk më kanë bërë një presion të tillë.
Të dy kanë qenë gjithmonë ani shif shkollën, shif karrierën, se çdo gjë tjetër do vi, je njeri mirë dhe do ndodhi kur duhet të ndodhi. Kështu që nuk kam pasur presion fare nga mami, as nga babi. Ata gjithmonë kanë qenë shif e t'jesh ti mirë, ti bësh punët e tua edhe do vi mirë. Kështu që Beson të teoria e soulmate-it? po, natyrisht, po. Unë besoj që tani, sidomos po flas për veten, kjo histori që kam tani ka qenë e shkruar, se s'ka mundësi. Domethënë, duhet t'jesh brenda meje ta përjetosh se si ka qenë ose brenda ti që ta dish që po, është me vërtet diçka speciale, sepse ne pa folur e kemi njoftur njëri tjetrin edhe pa ditur shumë nga njëri tjetri, kemi ditur gjithçka, prap se prap. Domethënë, ishte shumë speciale dhe mund t'jetë vetëm soulmate, s'mund t'jetë gjë tjetër. Çfarë ka sjellë në jetën tënde që nuk ishte më parë, që e plotsoi ciklin e lumturisë? Dashuri, edhe një, edhe më përpara unë ndjesha shumë e qetë, por kjo qetësi është akoma më e plot. Kisha një diskutim me tre vajza simpatike dje, shumë të emancipuara, dhe po më thoshin që dashuria ecën pranë vuajtjes gjithmonë, nuk ka dashuri pa dhimbje. Je dakord me këtë gjë? Se unë them për shkak dashuria është e supozuar që të sjellë paqe, të sjellë qetësi, të sjellë lumturi, nuk do të sjellë dhimbje. Kur sjell dhimbje s'është dashuri, them unë. Ti si thua? Absolutisht. Dashuria nuk është ai zjarri që mendojmë ne, që ke zjarr dhe je. Dashuria e vërtet është vendi i zjarrit ku ngroh duart në darkë, edhe vetëm digjon atë si kërcet zjarri pak edhe ndihesh shumë mirë, shumë e qetë. Ajo është dashuria. A ti do shkosh ti tani në këtë të ftohtë të zyriut? Vështirësia më e madhe që ke pasur ti në rrugtimin tënd për ta bërë koka flokën të mundur këtu? Fillimi ka qenë i vështirë sepse metodën nuk e njihnin, duhet t'jepnim shumë informacion derisa ta kuptonin çfarë metode kemi, dhe pastaj natyrisht është edhe kopimi i metodës. Si e ballafaquar me xhelozin ti për shembull? Çfarë ke hasur? Atje mbas profileve falso që intimidojnë vajzat e reja që janë në lulëzim. Nuk mendoj që jam e vetmja, gjithë i kanë këtë njëjtat probleme kur sjellin diçka inovative dhe në fundit prap ne jemi origjinali. E di që ti dhe mund gjithmonë vizioni nuk mund të kopjohet, vision can't be copied. Gjithçka mund të kopjohet, po visioni jo, kështu që gjithçka është te koka floka jote këtu. Këtë s'ta vjen njeri dot. Flokët po atë që është nën flok nuk ta vjedhin dot, nuk ta huazon. Shoh që është shumë bukur sot në zyri, shoh Santa Clausi mbi motor, mbi kabriolet, po kjo sa e bukur. Halo. Sa atmosferë bukur që jemi? Shumë bukur, si prall. Je ndjer emigrante këtu apo je një zvicerane adoptuar? Je përshtatur dhe integruar plotësisht në jetën e Zvicrës? Unë gjithmonë do jem shqiptare sepse kam lindur në Shqipëri, por atë fjalën e huaj nuk e quaj si një gjë negative. Do jem gjithmonë e huaj këtu, nuk do jem kur zvicerane, por nuk e shoh ku mund të jetë. Hello. Nuk e shoh ku mund të jetë problemi. Pse duhet të jetë qenia e huaj një problem? E shoh si një gjë që është e imja, unë jam Ani, kam lindur në Shqipëri dhe jetoj në Zvicër, kaq kjo është historia dhe nuk do jem asnjëherë zvicerane. Më pëlqen kjo konfidenca, kjo vetëndjera. Shumë bukur. Mund të jesh një global citizen edhe të kesh një copës shtëpie kudo në botë, pra mund të integrohesh. Nuk e di, komuniteti shqiptar është integruar relativisht mirë në Zvicër, apo jo? Ka disa histori e raste suksesi këtu frymëzuese. Absolutisht, po është integruar shumë mirë. Dhe vazhdojnë të integrohen akoma më mirë, kanë shumë sukses. Kjo është gjë shumë e bukur sepse ne shqiptarët dim të bëjmë shumë gjëra të bukura, i kemi idetë, i kemi virtytet tona. Çfarë kemi ne që një zviceran nuk e ka për shembull? Ne jemi shumë të ngrohtë. Por edhe ajo ftofësia e zviceranit është një gjë tjetër, është gjë e bukur, nuk mund të jemi gjithë ngrohtë. Jemi vetëm zjarr. Na duhet edhe cilat janë pikat e takimit të një shqiptare pasionale nga Durrësi me një djalë zviceran këtu nga Zyriu, 100% zviceran dok. Po ajo të plotson kompletisht. Domethënë unë kam atë zjarrin dhe ai është qetësia. Edhe bëhet balanca.
Shumë bukur. Çfarë të pëlqen shumë këtu në Zvicër? Më pëlqen rregulli, më pëlqen që çdo njeri këtu ka vlerën e vet. Këtu nuk ka rëndësi a ti je shumë i pasur, ose ke firmë, ose kush je, apo je një punëtor i thjesht. Para shtetit, gjithë njerëzit kanë një vlerë shumë të madhe dhe nuk ndihesh i humbur. Domethënë, nëse ke ndonjë problem, nëse ka ndonjë gjë, ke gjithmonë ku mund të shkosh edhe të marrësh ndihmë. Edhe besoj që kjo është me vërtet shumë gjë e bukur edhe më pëlqen tek Zvicra. T'jep një siguri që nuk e ke gjithandej. Çfarë do doje ti për Shqipërinë? Çfarë do uronte zemra jote? Një gjë të bukur që neve, një Zvicër e vogël jemi në vetvete. Duhet ta kishim, po s'e kemi. Por mund ta kemi. Dhe e meritojmë ta kemi. Unë nuk kam qenë në Shqipëri që kaq shumë vjet dhe nuk e di se si tani është situata politike ose si mund të jetë situata e njerëzve që jetojnë, por çfarë mund të them që ja uroj çdo vendi në të gjithë botën është tamam këtë që të kenë këtë sigurinë që e ke edhe këtu. Natyrisht edhe këtu ndodhin gjëra, nuk është që është parajsa vetëm Zvicra, por atë sigurinë që ndjejmë këtu dhe rregullin që kemi këtu që t'jetë gjithandej në Shqipëri, po edhe në gjithë botën natyrisht. Të falenderoj shumë për këtë orë të mrekullueshme që kalojmë këto 2 ditë bashkë. Faleminderit edhe ty që erdhe nga Shqipëria. Kam ardhur vetëm për ty në fakt, me shumë dëshirë për të dhënë një vitrinë më të madhe që ti e meriton, edhe shpresoj koka flokën ta sjellim te klasi. Do flasim tani. Do flasim. Faleminderit dhe vazhdo të qëndrosh shumë e bukur edhe e thjesht edhe gjithë jetë siç je. Edhe ti. Faleminderit. Edhe po bëre dasmë klasë eventi është në dispozicion do të martoj. Ty do të thras me njerë, do është e para. Unë do vi njerëz si mikesh pastaj për të tjerat flasim. Faleminderit se nga Zyriu ju përshëndesin gjithëve. Mirupafshim.